me dhënien e sinjalit të kushtrimit brenda 4 orëve të para, mobilizoheshin brigadat e vijës së parë, 4 orë. Brenda 24 orëve. E kishin provuar ndonjëherë veten këto që mobilizoheshin për 4 orë? Çdo vit bëj stërvitje provë gatishmërie quhej. Për 24 orët e para ishin kompletimi i divizioneve dhe për 48 orë në këmbë bashkë me forcat vullnetare ishin 735.000 njerëz nën armë. Këta ishin ushtarë? Kjo është gjithçka. Kjo është forca komplet forca ushtarake që kemi pasur. Nga të cilët ushtria aktive, bashkëmerrëse, kur them ushtria aktive, divizione. Po që Ukraina sot 1 milion ushtarë kanë ndjerë dhe është, po themi, 20 milion. Unë po ju them të nga 18 vjeç deri në 45 vjeç ishte ushtria aktive. Pra, ushtarët e shërbimit detyrueshëm dhe forcat vullnetare që kompletonin njësitë, repartet dhe njësitë e ushtrisë shqiptare, këto 21 divizione. Dësa nga mosha burrat, nga mosha 45 deri në 60 vjeç, 60 vjeç jemi ne tash. Po. Edhe vajzat nga 19 deri në 30 besoj unë, kompletonin ato që në atë kohë quheshin forcat vullnetare. Pravavia. Sot, jo pravavia, forcat vullnetare kanë pas detyra goxha të rëndësishme. Sot, Evropa po thot batalionet e mbrojtjes territoriale. Po pra, nisëm nga terminologjia sot. Është e njëjta gjë. Atëherë ne i thoshim forcat vullnetare. Ne edhe në Ukrainë, kështu i quhen, forcat territoriale. Po pra, sepse ato kanë për detyrë të kontrollojnë territorin. Ushtria do merret në vijën e parë në përvavi, në thellësi të territorit, duhen forca ushtarake për të kontrolluar territorin dhe për të qenë gatishmëri në rast të hedhjes të desantit ajror. Ose në qoftë se kanë ndonjë çarje fronti. Ato s'mund ta mbulonin dot. Kishte ndonjë rezervë operative shtati? Ishin gjithmonë, nga këta 21 divizione ka pasur 6 divizione të rezervës strategjike quheshin. 2 divizione të Tiranës, 1 i Elbasanit, 1 i Beratit, 1 i Lushjes, 1 i Burrelit. A që po i nxjerr sekret? Po, dikur, në ishte njëra një kohë. Llogarisi vetëm këtë. 114 brigada të këmsorisë dhe brigada sulmuese. Po mirë, këta janë shifra për të bërë harakiri, besoj se. Këto janë shifra të qëndësishme, kanë qenë ju desh këtyre politikanëve fëminor nga 91-shi. Fatkesisht deri para pak kohësh që të shkatronin dhe të azisonin gjithë armatimin dhe municionin që kemi pasur. Se mos vetëm atë, mos u bëj merak, ju futën barë të gjitha dhe kështu. Unë thash variantin më të Po, Çuko, më të mirë. Çuko, dihet që kemi pasur 200 avion, skuadrilje. Kam idenë që aviacioni në vitet 90 ishte i tejkaluar. Nuk një MiG-19 ose 21 nuk mund të hajë me një F-16 amerikan. Jo, normal, jo. Absolut. Ndërkohë, kam besimin që në tokë, ku sot po tregohet që mbreti i luftës është artilleria, ti më the një shifër që neve kishim 150. Jo. Gryka zjarri artillerisë. 85 mm. Sipër ne kemi pasur 1500. Artillerisë me vjaska. Ndërsa gryka zjarrit të artillerisë mortaj, mund të them mira. Gryka të tilla. Po u them kaq, një shifër, një veprim matematikor. 114 brigada. 3 batalione, asnjë brigada jona nuk ka pas 3 batalione, kam pas 3 sipër, 5, 7. Varej nga drejtimi operativ që mbulonte brigada, konkretisht, për shembull, nëse do mbulonte grykën në Kakavin, apo nëse do mbulonte pjesën e Librazhit. Kjo brigadë që do mbulonte grykën e fushën e Dropullit, ka qenë shumë e fuqishme sa ajo tjetra që mbulonte Librazh. Një gryk do mbron. Një diçka. Pra, organizimi, madhësia, armatimi
i njësive tona luftarake nuk ishte një standard për gjitha, po ishin në bazë të detyrës luftarake, të misionit luftarak, të nxënësisë së terrenit. Një skuadër rejona sa kishte? Një skuadër rejona 11 kishte, si kudo në gjithë botën, skuadra aq ka. Ka skuadrës 10 mitraljerin, baza e skuadrës ishte mitralozi dhe granatesi i lehtë kundërtan. Dhe pjesa tjetër pastaj ishin në mbështetjet, po mos harrojmë. Ishte parashikuar që gjithë ushtria në front, ata që do ishin në vijën e parë ishin të armatosur me automatik? Me sa di unë shifrat, është një libër Fatos Voshtina, ta kam treguar, ja i ka qenë drejtori i industrisë ushtarake dhe i ka shumë sakta. Dhe me sa më kujtohet mu, automatik, ushtëria shqiptare ka pas 260.000. Pra, e gjithë ushtëria aktive, pjesa e këmbësorisë, se nuk mund të japësh artiljerit. Po, e drejt, ose tankisit s'ka se jep automatik. Jo, tankisi ka pas automatik me qytë metalike. Nga përvoja e luftrave, tankisit kishin pistolet, automatik dhe granata dore, që të bënin mbrojtje rrethore të tankut nëse do dëmtohej. Po, nëse i kputeshin zinxhirët. I kputeshin zinxhirët. Po, artilleria toksore, artilleria kundërore nuk ka pas... Aviacionin, s'kishte se kishin automatik ushtarët, ka qenë një logjik. Dhe doktrina e jonë, kombi shqiptar, shteti shqiptar, historikisht në gjithë qënësinë e vetë ka pasur doktrinë mbrojtëse. Po. Doktrina jonë zyrtare e miratuar ka qenë mbrojtje pozicionale aktive. Që do thotë? Që do thotë mbrojtje që në vijën e parë të kufirit. Në thonjë, në një mënyrë tjetër, derivati ka qenë doktrina e frenimit. Deterenca që quhet. Deterenca. Sepse në fundit qëllimi numër 1 dhe kryesor dhe i vetëm i ushtrisë është paqja. Dhe ushtria jonë, si vish pacem parabellum, në qoftë do paqja realizoi misionin e saj, ruajti paqen. Çdo kundërshtar nga këta që kemi pas në rreth e rrotull, i bënte shumë mirë llogarit para se të mendonte të bënte në një plan kundër shtetit tonë. Unë jam plotësisht i bindur që ata serbët dhe komshinët e tjerë, grekët janë. Grekët dhe italianët në atë kohë, këta ishin amiki, nuk po them amerikanë dhe rusët, po këta 3 komshinët janë plotësisht i bindur që nuk futeshin dot 1 centimetër në territor, 1 centimetër. Do të thonë ka qenë ideja që Kostoja nuk ja vlente ta pushtojë këtë vend. Kjo është deterenca. Po musulmove do lesh kockat, po mirë rri aty ku je dhe unë po rri. Që një gjakun nuk do ja vlej tokën që do pushtosh. Dhe sa do ta vëzohesh në gjendje ta mbash. Sa do ta mbash. Po, e vërtet është. Kjo ka qenë... Është kjo që është sot në Ukrainë, që rusët nuk pretendojnë ma tanë lumit. Jo, për ne po e shohim konkretisht ashti. Në fillimet e luftës, Ukraina u tërhoq. I la territor që të fiton dhe kohë. Dhe nuk mundi do të marrë kur... Thellësia strategjike që e quajnë, po që ne dhe Izraelitët nuk e kemi. Nuk e kemi, pra, s'mund ta kemi. Prandaj bëhet ajo që se ti do bësh mbrojtje aktive në vijën e parë. Sepse po të rogje nuk mund ta marrësh dot më. Nuk mund ta marrësh dot më atë pjesë territori ku je të rregjur. Aq më tepër vendi jonë që ka drejtimet strategjike të depërtimit në vendin tonë janë Lugina. Sa mund të na binin neve nga toka? Në çfarë drejtime ishte llogaritur në ato kohë që do mbrohej? Se natyrisht në një maj mali të the pjesur në bjeshkën namona nuk e ku luftonë, se thyen këmbët, po. Ju keni qenë Malësiave. Po. Moriqani. Sa është nxënësia asaj zone? E ke pa rrugën e... Ajo është nxënësia e terrenit, këtë nuk kupton, rrugët e komunikimit dhe hapësirën. Shumë e kollaj të mbahet edhe me mortaja të vogla, kalibrit të vogël. E pa aty ka pas i brigadë tonë. Kusht sa do qoftë ai planizuesi armik që depërtonte aty, s'mund të fuste dot më tepër kurrë më tepër se një brigadë. Nuk mundet dot një brigadë ta vendosësh në skalionin. E tregoj në fakt e vërtetë është.
është si puna e termopileve, që sa do që ishin persianët, mjaftonin 300... Pra nxënësia e terrenit, nxënësia operative e terrenit quhet në gjuhën ushtarake, jo? Ti mund të kesh qindra mira, po nxënësinë në luginën e Dropullit. Po, aq është ajo fusha.